Një operacion i gjerë policor i koduar Stolen Gold ka çuar në goditjen e një skeme të dyshuar kriminale të trafikimit dhe tregtimit të sendeve me vlerë, të cilat dyshohen se ishin vjedhur jashtë vendit dhe më pas futeshin kontraband në Shqipëri. Sipas policisë së Fierit, pas një hetimi disa mujor të zhvilluar me metoda speciale, u arrestua 27 vjeçari DS, banues në fshatin Kreshpan të Fierit. Hetimet tregojnë se ai siguronte bijuteriari dhe argjendi, ora të markave të ndryshme dhe sende të tjera me vlerë të dyshuara si të vjedhura në Itali dhe Greqi, të cilat më pas i tregtonte në argjendarit në Fier dhe Lushnjë. Në kuadër të operacionit u shpall në kërkim edhe shtetasi BA, 45 vjeç, banues në Kraps të Fierit, i dyshuar për të njëjtën veprimtari kriminale. Policia bën me dije se po vijon puna për kapjen e tij. Gjithashtu janë proceduar penalisht në gjendje të lirë 7 administratorë argjendarish në Fier dhe Lushnjë, të dyshuar se blinin dhe tregtonin mallra pa dokumentacion ligjor dhe sende të dyshuara si të vjedhura apo kontraband. Gjatë kontrolleve të ushtruara në banesa dhe subjekte tregtare, policia sekuestroi mbi 15 kg ar, më shumë se 4 kg argjend, 612 ora të markave të ndryshme, 13 varse me gur diamanti, sende të dyshuara me vlerë artistike e kulturore, para në lek dhe euro, aparate celular, DVD dhe sende të tjera. Sipas të dhënave paraprake, vlera e pasurive të sekuestruara arrin rreth 2 milion euro. Hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale, ndërsa materialet janë referuar prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.